Selamu alaikum, erdhëm podcastin e radhës, erdhëm me... Tani jemi të lehtësueshëm, gjithë njerëzit nuk kanë nevojë me pyet se çfarë do themi, çfarë histori e kemi, sepse dihet. Megjithatë, kam një pjesë që dua ta provoj, një pjesë që na ka ndjekas na ka ndjek. Tema e sotme çfarë është? Shumica e di, por ta shohim, domethënë si është kjo pjesa e kësaj. A na ka ndjek me vëmendje podcastin e dieshëm? Besoj, se po ta shohësh deri diku e njëjta audiencë, kështu që ato vëllezër e motra që janë të vëmendshëm. Okej. Atëherë Zoti i begatoft. Atëherë po e kalojmë provën direkte në këtë lloj pike dhe po futemi në histori për të mos ta zgjat shumë. Kemi ngel, po e hapim me ajet kuranor. Kur Jusufi arriti moshën e pjekurisë, ne i dham aftësinë e të gjykuarit dhe dituri. Kështu i shpërblejmë ne punëmirët. Kur shkoi në shtëpinë e ministrit ishte afërsisht 12 vjeç. 13 vjeç. Belagha shuddehu ka kuptimin arriti moshën madhore, afërsisht është 25 vjeç. Për Musën, në Kur'an ka thënë belagha shuddehu wastawa, ka shtuj i gjë tjetër. Ka arrit pjekurin, wastawa shko 33. Pastaj është 40, e cila është kulmi për të marrë një mesazh të madh. Që si ndahen Kur'an, sa preciz Kur'ani, kurse kur flet vetëm e shuddehu, është fjala për 25 vjeç. I dham atij thot pozicion, i dham dhe atij dituri. Po. O kedhalike nejzil muhsinin. Kështu ish problem në njerëzit e mirë. Po ku dim ne sa i mirë ishte Jusufi, se i thojnë nga 12-13, i thojnë rreth 12-13 vjet. Po, nuk kemi shumë informacion. Që ose të kujtohet kur kemi folur për natën e Miraxhit, tha dhe kur e mbuloi Sidretul Muntaha, çfarë mbuloi? E njëjta gjë është. Kështu ish problem në punë mirët, mendo për Jusufin çdo të mirë ka pas. Menon ti si u ka pas fal, po u ka pas fal. Ka agjëru. Ka qenë sinqert, ka qenë i drejt, ka qenë i moralshëm, ka qenë i moralshëm, ka qenë i buzëqesh, ka qenë me etik, ka qenë me gjithat mirat, sa ajeti ta lën këtë hapësirë. Për shembull, po të kishte thonë se ishte i sinqert, vetëm një gjë, ishte i drejt, jo i ka pas gjithat mirat. Kështu kanë qenë pejgamberët. Dhe duke qenë se ishte shumë i devotshëm dhe i mirë, Zoti i gjithësisë i dha 2 veçanti, dituri të madhe, edhe pozicion se ishte në shtëpinë nga më të rëndësishme të atij vendi. Që tham, nëse të kujtohet, ishte superfuqia asaj kohe. Deri këtu jemi në rregull. Nga mosha 12-13 vjeç deri 25 vjeç u stabilizu. Nëse të kujtohet i ajet që përmendëm, wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharu an-nasi la ya'lamun. Zoti gjithmonë ai i ka në dorë gjërat, por shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Të bazuara shumë me shkaqe. Tani 12-13 vjet Jusufi tu marr dije, dakor? Po, shtëpinë e ministrit financave. Ministri i financave ishte një nga ministrat më të rëndësishëm. Po. Mësoi për dije, mësoi për shkencë, mësoi për ekonominë, mësoi gjuhë huaja shumë. Tani shtrimi pyetja, e kemi me drejt. Po ato shkretët që e hudhën pus ç'ishin të bërë? Ato po forkojnë durët në katon, thonë ja hudhën me hudhën pus Jusufin. Sa ato se din çfarë vazhdon. Po e bëshin për Ahmet. Po. Tu thonë që kush e di kush e ka marrë, kush e di ku ka përfundu, kush e di çfarë robi rëndom të është atje, kështu ishte? Po, ato as dashurinë e babës nuk e fituan, edhe Jusufin e humbën. As nuk u penduan. As dashurinë e babës nuk e arritën, as një nga qëllimet. Kështu është me të këqit. As nuk u penduan me u bë njerëz të mirë. Hak. Dhe as Jusufit si bën dot dëm. Tani, i them gjithë vëllezërve e motra Jusufin e nxorën nga katunin çun. E çun qytetërinë më të madh. Çun qytetërinë më të madh për ta përgatitur për gjë më të mëdha. Ato e kishin niyetin e keq. Zoti bën çfarë doj. Allah. Prandaj thot ajeti që Zoti mbizotron çështjet e tij, po shumica e njerëzve nuk e dinë. Ne mendojmë se çka gabimi bëjmë ne. Unë kam inati person. Kam smir, kam zili, kam shumë gjëra me të. Unë kohën që mendoj që do t'i bëj atij keq, e di kush është gabimi i parë? Shumë i madh, i tmerrshëm. Unë direkte duhet bëhem Allah e Zot. Se unë jam i vogël, mendim dhe them, unë e kam dorë atë person. Cilin person ke në dorë ti, zotëri?
Ti s'ke ndorë vetën tënde. Po haritet thush se duhet të ecim se me vazhdu me këto koncepte në smarrim në mësurin Jusuf në koment deri në fund të Ramazanit, por duhet ndaj gjë me vëllezër dhe motra shumë të rëndësishme. Sa mendojnë që mund ta kesh natë mirë është puna jote, sa mendojnë që unë do e poshtroj të t'i bëj, ti ke zonë vend në Zotit, ke hyrë në hak të madh. Se ti, edhe kush është në gjithë sipërfaqen e tokës, me dashme e poshtruaj person që Zoti s'do me poshtru, gjithë më mbledh s'kan çfarë i bëjnë atij. Si rasti e Jusufit alayhis salam. E dyta, i them gjithë vëllezërve dhe motrave që na ndjekin. Historinë e Jusufit mos e shihni si histori. Fiks. Historinë, ai di kush është tamam esenca e historisë Jusufit dhe si do e ndjejmë atë për të na ushtuar besimi dhe mençuria dhe dia? Ja i pyetja ka Allah. Dhe kjo e ndan esencën në surës Jusuf. Pyetja themelore. Pyetja themelore me kuptu surën Jusuf. Që sa e thjesht është. Jam rrugën e Jakubit dhe të Jusufit? Unë tani, ne që po flasim dhe gjithë vëllezërit dhe motrat që na dëgjojnë, e gjithë ato që do na dëgjojnë mbrapa. Unë ku jam? Në këtë surë të madhe, kush është pasqyra jote? Jam në rrugën e Jakubit. Ku e gjej veten? Ku e gjej veten? Po se pam surën Jusuf, është e bukur, është e ëmbël, është si mjalti. S'ka vlerë. Tani, apo jam mashtrues si vëllezrit. Apo kam futësika dhe unë mas shpinë e njerëzve të familjes. Apo edhe unë kam marrë rrugën e imoralitetit. Apo edhe mu mungon sinqeriteti. Apo edhe unë jam si Egjipti që do i shohim se çfarë i bën Jusufit. Apo edhe unë jam i padrejt. Apo unë jam durimtar si Jakubi. Apo unë jam si Jakubi që lutem për fëmijët e mi o Zot, mi bo fëmijët ta shpërndajnë Islamin gjithë botën. Kjo është esenca surës Jusuf. Apo, falasi gjo morale se kjo, se të fillojmë historinë, se s'po e filloj dot, aq shumë koncepte dhe ulësi ka. Apo të flasi gjo që e flet Kurani, më të sakt. Wa akharuna i'tarafu bi dhanbihim. Pati disa tjerë, bën një pasqyrë të fuqishme të shoqërisë Medines, devotshmit, të afërmit e Zotit, hipokritët, hebrejtë asaj kohe, mushrikët, po kështu, sura Tobe, nga ato niveli lartë i pasqyrës shoqërisë, dhe pastaj vjen i grup që ne mund të jemi nga ato. Dhe pati disa tjerë thanë që ishin vetëdijshëm që bëjnë gjinafe. I përzin veprat e mira dhe të këqija, ka shpresje do i fali Zoti ato. Se tani mos bëjmë ose Jakubi ose Jusufi ose vëllezërit e vet. Ndoshta shumica prej nesh përveç muajit të Ramazanit. Për Zotin vëllezër motra që na dëgjoni, mos lën me qenë si vëllezërit e Jusufit në Ramazan se pasha Zotin s'ka Ramazan posti. Ideja është mund të jemi edhe gjatë vitit, edhe të mirë edhe të keq si çon njeriu. Niveli jon por dëshira, kënaqësia është me qenë si Jakubi dhe Jusufi alayhi salam. Kjo është pasqyra e surës Jusuf. Tani hym, i dha Zoti 25 vjeç, ishte rrit tmerrsisht i bukur në pamje, më i bukur në karakter edhe në moral. I dishëm, or sprov njeri. Jusufi ishte sprov njeri, imagjino sa i kompletuar. Pozicion, pra në shpinë e ministrit ishte, mbas ministrit dhe bashortes vet ishte i pari në gjitha të pjesët. I dishëm, shumë i bukur në pamje, më i bukur në karakter. Ky njeri o sprovlla. Po. Zulejha, nusja e ministrit, në fillim mendoi me rrit si fëmijë. Edhe i dhan postin me qeni pari i pallatit mbretëror mbas këtyre dyve. Po një rob kaq i kompletuar të bëhet sprov. Dhe Zulejhaja filloi ta doj Jusufin alayhi salam. E provonte kur ai arriti moshën madhore. Nuk kishte asnjë shenjë. Dhe nuk e kuptonte. Ajo nuk e dinte që ai është pejgamber, nuk e dinte që është djalë pejgamberi, nuk e dinte që është nip pejgamberi, nuk e dinte që është stërnip i Ibrahimit alayhis salam. Figura kaq madhe që Zoti thotë e mori Ibrahimin Zoti dashmin e vet. E thoshte çka ka ky? Ky do ta ketë privilegj. Ose komun në gjomangut. Jo, atë e dinte ajo, se ishte nga femrat më të bukura të Egjiptit, po ideja ishte që kjo është to sfidën. Kjo është to sfidën një, po në të njëjtën kohë thoshte pse shfrytëzo ky këtë shans më. Po. Ky është shans i jashtëzakonshëm. Po. Imagjino të kishe mundësi të afroje më shumë me femër nga më të pushtetshmet e superfuqisë asaj kohe.
Dhe e bën të kështu me marifet, Jusufi alayhis salam, si një blok I madh I morali dhe I etikës. Nuk duroj dot. Dhe Zoti ka kalu direkte në temë. Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi, del Zoti direkte në temë, mbasi kishin mbaruar provokimet, të cilat ishin me stil. Tani kishte ardhur provokimi haptas. Shfrytëzon Zylejha që burri vet do t'u thonte. Do ikte jashtë. Dhe I mblodhi shërbëtorët e veta dhe I tha: sapo ai hypin karrosje të largohet, juve direkte thojni Jusufit që të kërkon Zylejhaja në dhomën e saj personale, dhe sa I të futet brenda ju mbyllni dyert. Kupton? Pra, kjo femër ishte trondit nga Jusufi dhe ishte duke dalë jashtë shinave të moralit. Del ministri, hypën në karrosën e tij për udhtim, edhe kjo I thot ma thirrni Jusufin këtu. Tani thënë dietarët I gjë interesant. Gjëja parë që përfitonte Jusufi ishte që po e ftonte në imoralitet, po I femër që përfitojshte prej saj shumë, dash pushtet, dash lek. Një. Unë me çdi sot japin lek apo jo? Po. Kështu e di unë. Faktën çani gjë, më u afru me femrat sot japin lek. Fix. Kurse Jusufi përfitote, pushtet, fam, lek, çfarë do të ai? Një. E dyta, sprov, se thënë dietarët, sprov arriti kulmin dhe unë po tregoj elementet kryesore. E dyta e fton në dhomën e saj personale. Sprova dytë. Është tjetër në rrugë, është tjetër larg, është tjetër në dhomën e saj personale. E treta, kishte bërë Zylejha veshje të bukur. Pra, s'po e zjasmos se vetë kuptohet tani, ishin arrit kulmi I sprovës për një mashkull. Dhe vjen gjigandi I madh, se ne duhet I duam pejgamberët për moral. Nëse kemi taku Jusufin alayhis salam. Po njerëzit e mëdhej duhen se kur ti e para shikos se çka qenë, të bëhet qefi shumë. E thu, ka pas kaq njerëz të mirë që e kanë besuar Zotin me kaq sinqeritet. Gjak pejgamberësh. Dhe vjen dhe detyrohet se ishte rob. E di si ishte urdhri në Egjipt? Nuk guxonte robit të kundërshtoi pronarin e vet. U dënonte. Dhe këtë s'po e kuptonte dot Zylejhaja. Hyn në dhomë dhe Jusufi kokën ul. Ato mbyllën dyert. Zylejha I shpreh, hapur, hejte lek, shu është në Kur'an, se Kur'ani është shumë I moralshëm, a? Jam e gatshme për ty. Jam afër teje. As nuk është tamam jam e gatshme për ty, se Kur'ani vjen më me moral se kaq. Okej. Shu e kisha këtu. Tekstualisht po mirë, po se ka dash me dhënë më të kuptueshme. Hejte lek, e kupton? Jam afër teje. Jam afër teje. Për shembull, kur flet Zoti edhe për Merjemen në dialog me Xhebrailin, kur I tha që ti do të kesh një fëmijë për Isain, çka ka thënë? S'ka thonë jo po unë jam, ka thonë nuk më ka prekur, shive, shife uslubin dhe formën. Kurse Ibrahimi për respekt sundusit madh gjithësisë nuk ka thonë kur më sëmur, atëherë ti më shëron, ka thonë kur sëmurem ti më shëron. Me Zotin duhet me pas edukat. Libri I Zotit brenda ka edukat madhe në shprehje, ne jemi të pakujdesshëm në gjuhën tonë. I tha, jam këtu afër teje. Pra I dha shenjë haptas. Dhe Jusufi alayhis salam e dëgjoi që u mbyll dera, dhe sikur një pikë lëkundje të kishte pas, I kishte gjitha favoret dhe kushtet. Thojnë dietarët e mëdhej, asnjë burr dhe mashkull sipërfaqen e tokës nuk I janë plotësuar kaq kushtet brillante për të bërë moralitet dhe nuk ka ndodhur në historinë botërore që I gjigant ta refuzojë. Me ligje kishte që do t'ju binte për çdo gjë. Por ka I rregull në Islam, ka I rregull në besim, nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim të krijuesit. E mbyllur kjo gjë. Kur ballafaqohet një urdhër nga krijesa që është në kundërshtim me atë që të ka urdhëruar krijuesi, nuk veprohet. I ka thonë Jusufi, ç'a thamë ne ja jetë parë, ishte shumë I dijshëm, ç'a koncepti I ka dhënë I moralitetit. Gjëja parë, me adh Allah. Mbrojt Zoti nga kjo gjë që më thret mua. Domethënë, këtu Jusufi për herë të parë merr seriozitet, se gjithmonë I edukuar, gjithmonë I buzëqesh, gjithmonë I mirë, gjithmonë I sjellshëm, këtu s'kishte, këtu ishte për të shkel, dhe kush pejgamber, për të shkel një gjinaf të madh. Ka thonë gjëja parë, me adh Allah. Zoti më rujt nga kjo vepër mu. Kam frikë Zotin, unë s'bëj këto gjëra.
E dyta, shi sa fisnik, shi qa morali, ka thonë, bashorti jot, pra ministri, është sjell shumë mirë me mua. Si mund të veproj unë shumë me bashortën e vet? Koncepti i dytë. Tham ka 3 koncepte brenda një fjalie. Zot më ruaj nga këto gjëra, i tha Zulejhas, këtë gjë unë se veproj. E dyta, bashorti jot është sjell shumë mirë, më ka marrë si fëmijën e vet, dhe unë është e pa imagjinueshme që ti shkel në nder aty 2. Dhe e treta, që e kuptojnë ato cilët do na dëgjojnë, innahu la yuflihu zalimun, tha ata që marrin rrugën e padrejtësisë dhe të immoralitetit, nuk shpëtojnë, nuk gëzojnë, nuk kanë perspektivë, nuk do bëjnë progres dhe nuk janë rregull. Me i fjali ka thënë. Të treja. 3 koncepte. Zoti e ka ndaluar se boj. Çdo femër, vlla im, të flasim se këtu pak do ndalojmë, megjithëse ora po ecën. Çdo femër ka një bab, është kështu apo? Ka edhe një nën. Mund të ketë një vlla, edhe një motër. Nesër do ketë një bashort, edhe do ketë fëmijë. Kohën që ti bën immoralitet me atë, ti ke preket gjithë këto. S'po të përmend fise me radhë, po paktën këtu po të ndaloj, ke njerëzit më të afër. Dhe nuk është çështja që lehtë, megjithëse sot është bërë kështu. Po Jusufi alayhis salam nuk ishte kështu. Ishte nga pakica e zgjedhur e kësaj bote, nuk ishte nga shumica që jetojnë derisa të vitë dita me vdek. Dhe Zulejhaja po thuj se çmendet se tani atë futemi pak moralisht në histori se jemi njerëz vet. Vlla im e kishte kaplu një pasion, një dashuri, një ves, Një egoizëm. Egoizëm, pushteti gjithmonë që kishte qenë, nuk vetëm atë përgjigjes dote. Dhe i afrohet, tani, po thuj se po vendoste forcën, i afrohet dhe Jusufi largohet. A histori brillante, dhe Zoti tregon detaje tani, dhe i thot, pse më largohesh? Tha, të largohem, se kur ty të afrohem, nga Zoti largohem. Kur nga ty largohem, ke Zoti afrohem. Allah. Drejt. Dashuria për Allahun shumë e madhe. Spaj nuk e llogariste fare, Allah. Nuk e llogariste si për tokë, ju dukte si send, si pemë. Zero instinkti Po maskullor. devotshmëria, se mashkull ishte ai. Po devotshmëria, pra, domethënë, a themi ne Allahu Ekber? A themi? Po. Po ç'Allahu Ekber themi ne? Po se themi tamam. Po ç'Allahu Ekber themi ne, se ashtu themi ne Zoti është më i madh, ne jemi qesharak. Ne sa na deli interesi gjon, ne e bëjmë Zotin vogël, interesin të madh. La. Po për lek ne Allahu Ekber? Po për Zotin ke shumë musliman që thojnë leku është i madh, Zoti më rek. Na kap, apo i dëgjojmë për ditë. Prandaj i thash vëllezërve motrave kur fillum, hajde tani shohim, jemi ke Jusufi dhe Jakubi alayhis salam, apo jemi ke vëllezërit e vet. Vëllezërit e tjerë na kanë dalë jashtë, si janë ke fshati. Po. Tani ngjarjet zhvillohen këtu ke i devotshmi. Tani vëllezër gjithë secili nga këto kur shef Zyleyhan përpara thot kisha qenë unë ke pusi. Po ku ju jepte shansi atyre për Zyleyhan? S'kishin ato shans me mendu se ishte perandoria më e madhe. Se do dalim kur shkojnë ke perandoria e madhe. Jemi do ta shohësh se sa kanë ato kapacitet për Zyleyhan. Gjatë gjithë kohës që Jusufin e kemi shumë lart në këtë histori kaq madhështore, her pas here do kujtojmë vëllezërit për t'i dhënë kuptu njerëzve se këto që bëjnë keq shive ku përfundojnë. Ku përfundojnë? Hajde ku përfundojnë? Enigm. Domethënë, do kalojnë gjithë surat e Kuranit edhe s'përmenden më këto. Jo, i sekond. Jo, do të themi gjë. Jo. Të lutem. Ne ka fund. Me që u fut. Jo, mirë, jo, prit. E udhën pus, s'bon më haje. Edhe kur përmenden në fund janë fugarej. Shive, Zoti, po kështu është i keqi. I keqi vetëm i bën qefin vetes dhe e përdor Zoti për të mirët. Allah. Si puna shejtanit. Pse themi ne kanë ai dobi shejtani se tregon se kush janë devotshëm që e kundërshtojnë atë. Jo, se kaloj shumë shpejt kjo thënie. Para se të kaloj kjo. Thej që shumë bukur, por kam përshtypjen që duhet ta përsëris. Të keqen e përdor Zoti për të mirët. Po. Është shumë, jo duhet e the shumë shpejt, po unë kisha qejf ta përsërisja, sepse shpesh me njerëzit ç'a na ndodh. I keqi kështu, jo mërjoj të keqin për shkak të shpirtit vet dhe të negativitetit e përdor Zoti për të mirët, siç ngren Jusufin me gjithë provat e veta. A e udhën pus. I shujt i Zotit kit. Si përmend më.
përmend vetëm gigantin i cili u bë pa drejtësi dhe ishte i sinqert. Tani, pse s'më afrohesh? Kur të afrohem ty, largohem nga Zoti. Kurse kur të largohem ty, afrohem nga i Madhi Zot. Dhe ajo e kishte kaplu, thot Zoti, pasioni dhe dashuria e tmerrshme për Jusufin a.s. Dhe imagjino desh me forcë ta tërhiqte rreth vetes dhe Jusufi niset për kedera dhe shkon kedera dhe e shef që është mbyll. Zulejhaja e kap nga këmisha për ta tërheqë dhe griset këmisha, por kishte ndodhur dhe i sprov tjetër. Niset ministri për të ikur, i kujtohet që në shtëpi dhe në dhomën personale kishte harruar gjë të rëndësishme që u dote patjetër për rrugën. Dhe në kohën që vjen shef shërbëtorët aty që vazhdojshin intrigën ato. Ato e dishin çfarë mund të ndodhin brenda. Hapeni derën i thotë dhe ku kundërshtohet ai. Dhe ato siç e kishin mbyll tani u detyruan me hapet dera dhe ai shef i sken të tmerrshme në dhomën e tij brenda, Zulejhaja me Jusufin. Ai Jusufin e dote si fëmijën e vet dhe e njifte sa i mirë, sa i sinqert, kishte dashuri të madhe dhe i respekt. Tani imagjino, futem unë në imagjinim Kurani, na lën të imagjinojmë një njeri i ndershëm dhe i turpshëm si Jusufi, imagjino sa rëndë ka ndier veten kur ka pa ministrin që e kishte përfituar mas Jakubit a.s. babës vet si një babi dytë. Sa ishte rrit aty madhe. Tani imagjino ti hyte, ke parasysh kur bën në një pozitë justifikuese pa lidhje. Zulejhaja siç ishte e bukur, e kishte kap pasioni, po ishte e zgjut. Sa e pa burrin e vet tha, çfarë se tani po ta shifshem pamje të parë, Jusufi kishte ardhur aty. Fiks. Edhe i thot, çfarë është problemi aty? Që do të bëj keq në familjen tënde. Po, ç'a dënimi. A të burgoset ose një dënim i dhëmshëm. Detyrohet pejgamberi i Zotit të hyjë në pozita justifikuese me turp. Kur s'do kishte dëshiruar që të ndodhte ai gjë. Tha, ajo, imagjino do i thoshte edhe burrit tani që bashortja jote ishte e dhënë mbas meje. Tha, me turp të madh i tha, ajo tha u dha mbas meje. Thot Zoti u shahida shahidan min ahliha. Edhe u hap lajmi. Shërbëtorët edhe sri njerëzit pa fol. Kishte portale sa dufshat. Po. Gjithë kohës çdo bëshin do me llafe. Dhe hyn, si më thoni, trup gjykus për ta gjykuar kush e kishte fajin. Dhe i thanë, çka ka ndodhur? Po jo, brenda thanë, janë tërheqje, janë bërë, ka grisje këmishe kështu. Tha që e ka thjesht. Në qoftë se Zulejhaja tha e ka të grisur këmishën mbrapa, Jusufi. Jo, Zulejhaja tha në fillim se, pa Zulejhaja duhet dilte e papajshme, Jusufi ishte të merr me nxjerr të papajshëm. Se tani u cënote morali një perandori të madhe. Jusufi ishte në fund fare, pse u po personal se duhet t'u përmendë, por ishte Zulejhaja me eruj. Edhe ai tham, qofse ajo e ka këmishën mbrapa, pra sikur Jusufi është dhënë asaj, atëherë edhe ai është i sinqert, Jusufi është gabim. Po nëse tha Jusufi e ka këmishën ngrisur mbrapa, ajo e ka tërheqë, ai ka dashme ik. Pa ministri, Jusufi a.s. e kishte këmishë, ashtu siç ai e dinte në fakt. Se robi e njeh edhe atë që e ke rrit si fëmin tënd, pa e njeh edhe gruan tënde. Dhe i tha, Jusuf tha, i ki qetë se ti je i pafajshëm. Kurse Zulejhës i tha, pendohu se ti ke bo gabim. Tani thojnë dietarët i gjotë çuditshëm, këtu s'ishte problem këto gjona, valla. Se imagjino sa lirshëm e kaloi. Jusufin po si i dha drejtën me gruan. Mendohet që në Egjiptin asaj kohën te perandori gratë kanë pas shumë pozitë. Edhe vetëm i tha pendohu për këtë që ke bërë se nuk ka gjë e mirë kjo. Është e çuditshme në fakt. Zulejhaja kompetente, sa smorja si dënim. Pires tha si shkova deri në fund me kry qëllimin tim. Edhe për çastin kjo punë mori një lloj qetësimi. Por portalet kishin vazhdu. Do të thënë, nuk u gjyku si moralitet, por më tepër shikoi që Zulejha na ke ul pjacën, do të thënë pse me shërbëtorin. Me shërbëtorin edhe dukshëm pas ke marr masa mirë, e kupton se tani ti ke drejtën në jetës tënde, se mi burr kjo punë. E kupton, deli çik shumë nga konteksti kuranor, o shumë e budh me fjalë, po mos na shko tani me atë që e majmë si çunin ton. Kështu del koncepti. Jo, them për pjesën jashtë opinion. Prit, se s'ka vazhdu akoma. Ishte herë brenda. Kur fillon shërbëtorët duke e dërgoheshin ke
gratë e ministrave të tjerë, ke vajzat e tyre e kështu edhe. Tani çka kështu ndodhi gjë. Thojnë, aq pasionante ka qenë Züleyhaja vlla ndaj Jusufit, sa nuk guxote njeri dhe Züleyha as ministër të jepte punë Jusufit me një pallat tjetër mbretëror, se s'do të ta shifshin gratë e tjera. Dhe ato nuk e njifshin. Vetëm dëgjojshin, thashë them tani, portalesh të asaj kohe, që Züleyha, një gru me pozit, është dhënë mbas një robi aty djali të ri. Kupton? Domethënë, si e ka ul veten kaq shumë pa yllin që kishte gjysmën e bukurisë saj bote. Dhe Züleyha tani i njifte edhe kush janë, se ishte një shoqëri futja kot. Dhe tani filloi të dëgjoj që gratë e ministrave të tjerë, vajzat e tyre e kështu, kishin filluar ta përgojojnë. Dhe të thojnë që ajo është në një humbje. Biles do të themi gjë të bukur. Ndoshta nuk e ke has. Thojnë në fund fare mbyllet ajeti, ato janë në një humbje, ajo është në një humbje të madhe. Po ta shohësh ajetin e fundit kur fillojnë të fol gratë, nuk e di a je aty apo jo. Thonë ne e shohim atë që është dhënë pas një djali të ri, që është shërbëtor dhe ajo është në një humbje të madhe. Ajeti i fundit. Po ta shohësh është fjala dalalin mubin. Po, ndë besojmë se jo e ka humbur fare. Do të thonë, fjala dalal ka humbje të hapur. Humbje një, jo, ka dhe i kuptim tjetër. Në dashuri të madhe. Allah. Po ta shohësh se ne nuk e kapëm me detaj kur flasin vëllezërit e Jusufit në fillim për babën e vet, thonë huë ai nda Jusufit fil dalalin mubin. Po e njëjta fjalë. Pra ai për Jusufin është dhënë një dashuri të madhe. Edhe po ta shohësh më mbrapa do të shohim një pjesë kur Jakubi thoshte akoma vëllezërve vet, shihni se mos ta gjeni Jusufin, gratë dhe vajzat dhe mbesat edhe nipërit i thoshin babi jon është prap dalalin mubin në dashurinë e hershme. A themi gjë të bukur? Pa e bukur fare. Sura Duha. Wa wajadaka dalan fahada. Një përkthim i dobët është të gjetit humbur edhe të udhëzoj. Është shkruar? Ti kështu e ke dëgjuar pastaj? Po. Jo. Të gjet aty me dashuri të thellë për mua dhe të udhëzova ke rruga ime. Allah. Po për Zotin. A vjata mama apo jo? Po. Si ishte i humbur? A ishte gjithkohës duke e kërkuar profeti i Zotin? A shkojnë shpellën një hera për ta kërkuar? Mund t'i marrë edhe të dy kuptimet, po vjen më bukur. Po, të gjet aty o Muhamet, me dashuri të thellë për mua duke më kërkuar, dhe të udhëzova në rrugën e drejtë dhe të njofta madhështinë time tek ty. Kjo është kuptim më themelor. Se që vim domethënë tek udhëzimi i dytë. Kemi thënë neve, dikur e kemi diskutuar bashkë, udhëzimi i parë dhe udhëzimi i dytë. Udhëzimi për gjithë dhe udhëzimi për të me rrugën. Kur ti fillon e kërkon me dashuri Allahun, Allahu ta kthen në udhëzimin ashtu. Tem tjetër. Züleyha mërzitet se po e përgojojshin, po e ke parasysh vëlla kur gjykon në një që është katastrofë për vetë. Për shembull, shef na njëjtë bosi parimor, pa ai është fundi. Natë shpesh, shefti na një, kishte fol filani për ty, ti e di që ajo është katastrofë fare, kupton s'ka bëu asgjë, zakonisht kur shkon në shtëpi bërtet gruaja. Sa dush qarkullojnë. Kështu ishin edhe këto. Këto ishin morale. Tu bë gjykim për Züleyhën dhe u mërzit. E di çai bëri? Do të më tregu tani që kush jam unë dhe kush jeni ju. Me këtë punë merrshin gratë asaj kohe. Se kur i ke gjithë gjërat në terezi, merresh me gjëra pastaj që s'kan vlerë. I fton në një gosti të madhe. Një pjesë të madhe të atyre grave, të ministrave dhe vajzave që kishin folur. Që kjo është dashuruar me një njeri kot aty. Djalë të ri pa vlerë. Me fjalë s'është më nga mendja ashtu siç duhet. Dhe i fton dhe i bën një gosti drejt, si më thon, të nivelit lart. Mbasi ishin kënaqje, mbasi hullshin dhe në llaf me njëra tjetrën që ç'a dreke është kjo ka bërë gabime kështu, po njerëz të marrun për vete. Ajo ishte shumë e zgjuar dhe i lën dhe në fund fare i nxjerr fruta. Dhe me fruta shoqërohet sika për të prerë frutat. Tani, gjëja më e çuditshme e kësaj historie është që mbaroi historia, që ndodhi kjo, vazhdo të jeta si normale. Jusufi merrte urdhra prap, nga ministri dhe nga Züleyhaja, vazhdo të jeta. U harrua ajo. Serdi, vazhdon. Dhe i kishte thonë shërbëtorëve të tjerë, jepi një urdhër Jusufit, vishet shumë bukur me këto rroba. Edhe e vishin Jusufit si me qenë mbret. E vishin bukur, e kombinojnë. Edhe i tha, derisa t'ja urdhërun të ri,
edhe kur t'jap urdhër unë do hyj brenda. Dhe tani ishin frutat me thikat dhe kishte gota për të mbush, si me thon, ujin ose limonatën ose i diçka për të mbush. Këtë të mbushmen e fundit ja lën Jusufit. Por ç'a ndodh? Jusufi hyn para dhe dy shërbëtorë që e merrte i brikun, po hyri kështu. Pa e ditë Zulejhaja ç'a morali kanë ato. Hyn Jusufi alayhis salam si drita e diellit. Por për çfarë botë edhe përshtypje më shumë, se e ke parasysh kur njeriu ka njerëz janë të pashëm aktor ku dëgjon, po heqin thotë ka shliru botën. Kurse Jusufi alayhis salam kishte i moral. Kokën ul, plus ishin femra, ishte pejgamberi i Allahut dhe i turpshëm, i skuqur, hyri po ashtu vezullotën më shumë. Dhe ato thot Zoti i gjithësisë, ai shumë u hutun dhe than, ky nuk është njeri, ky është engjëll. Nuk është njeri, është engjëll dhe e madhërun, thot, e lartësun. Dhe ai shumë u hutun duke e pasa, thot, me thikat e tyre, disa prej tyre i prejnë duart e tyre. Kaq desh, i hodhi ujin ose lëngun, limonatën dhe doli ylli i madh i bukurisë shpirtërore dhe pamjes. Nga Zulejhaja, i erdhi koha. Dhalika alladhi lumtunni fihi, tha. Për këtë më keni qortuar mua që i pret durët e juaja. Wa laqad rawatuhu an nafsihi fastasam. Shumë e thira, tha. Për qenë afër meje, shumë më kundërshtoi. Se kishte problem as me tregu. Qofse s'do mbindet, unë do të vazhdoj ta josh, dhe nëse s'do mbindet, unë do e burgos dhe do ta bëj njëri atë të vogël, si vëllezrit e vet dhe Zulejhaja. Tani, thot Zoti i gjithësisë, këto vetë fillon ta pëlqejnë Jusufin. Gjithë çka ishin aty. Dhe ishte me vërtet njëri që të bonte për vete. Dhe i than, mos u mërzit, se dalim ne tani e takojmë dhe ja mushim mendin për ty, në fakt shkojshin për veten e tyre. Subhanallah, të hapshin bukën. Dhe Jusufit alayhis salam i tha njëri nga shërbëtorët, këtu jemi në kulm tani. Deli shërbëtor që ishte aty dhe i tha, Jusuf, vajzat po të pëlqejnë gjitha, po Zulejhaja ka thonë po s'u binde në joshjen që kërkon, do të burgosi. Ky shpejt, pejgamberi i Allahut, shpejt Allah futet me i dhomë. Në duart e Allahut. E di çka ka thonë? Rabbi, Zoti im, es-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Zoti im i dashur, sa i dashur është burgu për mua përpara imoralitetit që më thrasë. Allahu Akbar. Kështu ka thonë. La ilaha Dhe illallah. ajeti, po ta lexosh me vëmendje, nuk thot nga imoraliteti që më thret mos Zulejhaja, nga imoraliteti që më thrasin gjithë ato. Subhanallah. Ja kështu i ka thonë, Zoti im, kështu është Kur'an. Po a di çka ka thonë? Më i dashur, e hab, burgu, shumë i dashur. Qa është ky njeri më? Subhanallah. Për Zotin në të gjitha situatët që do e përmendim, do themi, ore nga erdhi ky njeri, tokës ishte ky? Ja, si ngjatë tokë. Për Zotin po të them, ka hyrë në dhomë aty vetëm syt me lot, ka thonë, Zoti im, shumë i dashur është burgu për mua përpara rrugës keqe që ato më ftojnë, dhe ka thonë shumës, se fillon gjitha ato duke e provokuar. Qofse s'më largon Zoti im i dashur nga kjo rrugë, qofse të më shive, ai ishte shumë i fortë, po prap, po unë me mbështetje ke Zoti bëhesh shumë i dobët. Zot tha, po s'më ndihmove për këtë, që unë t'i largohem kësaj joshje që më bëjnë ato, kam frikë se do të shkoj në rrugë të shtrembur dhe do të bëhem nga njerëzit e vegjël. Fastajaba lahu rabbuhu, ju përgjigj thot dhe e mbrojti nga intrigat e tyre dhe dëshirat për imoralitet. Si e mbrojti çën? E humbën shpresën Allah. Allah. E humbën ato shpresën. I vishin këto tjera dhe kështu. Dhe e ke parasysh e provon një herë, provon dy herë, provon 10 herë. Ja. Lindi i problem tjetër Allah. Të ndalemi vetëm të momenti kur thu ke frutat që prejnë duart. Po. E di pse jam dalë, thonë dietarët, një nga dënimet më të mëdha që kanë njerëzit e zjarrit xhehenemit është që nuk e shohin Allahun. Për shkak të bukurisë të tij, ata nuk do t'i ndjenin më djegjet dhe dhimbjet e xhehenemit, për shkak se aq shumë do hutohesh nga bukuria sa trupi s'do i ndjente më. S'kam diskutim. Dhe kam përshtypjen që aq i bukur ka qenë, sa këto nuk e kanë kuptuar çka kanë bërë me Po, thika. për çastin jo. Pastaj e kanë bërë dëmbjen kur Jusufi doli.
Dhe ka një gjë, do i them gjithë motrave që na ndjekin. Edhe vlezër. I dietar duke u thuar. Se duhet t'i themi një gjë vlezër e motra po vetes tonë para. Kur shohim që Jusufi ngrejat lart shumë, një nga qëllimet kryesore ka qenë kjo që bëni. Mbaje mend te vëlla. Mbaje mend vëlla dhe motër që na dëgjon, kush i shmanget imoralitetin, vetëm lartësime ka. Dhe thot isha duke udhëtu me 5-6 vet. Por disa prej tyre nuk i njifte. Kur na lojm natën thot për të pushuar, se ke parasysh nata ishte e rrezikshme, nezim i zjarr. Interesant, dëgjoj se është shumë e bukur. Dhe thot u afrum që ishte ftohtë. Ne afroshim dorën duke u rrit nga zjarri, shikoja njërin prej nesh tha. Dorën zjarr nuk e dishte zjarri. Atë tha u tremba i thash ai njeri apo xhind? Jo, më pasha zotin njeri jam. Si s'to djeg zjarri? Po tha kam histori për te. Turit zoti tha çfarë histori e ke? Dëgjoj. E kam dash një grua po ishte e martume. Kur i vdiq asaj bashorti, gjithë i erdhi keq unë u knaqa. Ky. Dhe tani thash me erdhi koha me kry pasionet e mia. Dhe asaj tha sa vinte jeta edhe ju vështirësonte, për ne kemi inshallah shpërblim që merremi me jetimët vëlla. Se shumica e njerëzve i shohin njerëzit që janë dobët me kry pasionet e veta. Kurse ne mundohemi t'i bëjmë me shtëpia, t'i bëjmë zonja, ato që i kanë ndruar jetë burri, t'i rrisin jetimët, e i vëmë pension vetëm me këtë qëllim, apo konviktin që ne kemi. Ka njerëz të ri që i shohin ato që vinë nga rrethet e kështu për disa pasione të vogla. E inshallah Zoti do na i çojë këto gjëra neve. Edhe thotë pash e shifsha e vëzhgojsha që u vështirësojshin gjëra dhe gjithmonë jo i thosha t'jap sot dush, vetëm hajde mboj vizitë në shtëpinë time. Edhe thotë erdhi ieri ishte vështirësuar shumë. Dhe troket e hapa derën sot dhe u gëzova se e kuptova që ka arkoa gjithë ato ëndra që kisha pas ti kryja tani. Edhe ajo hyri thotë i mora lekët, jam mbusha tavolinën. Që ajo tu kënaqte edhe unë tarija qëllimin. Sa u afrova tha ndaj asaj, desha tha ta prek, i fillun lotët, tha si rake, si burim. Ishte femrë ndershme, e kështë zonë halli. Edhe ngera pak, tha, i thash qa ke? Po si qa kam, tha. Ku kam mendu në jetë bëj këte vepër? Unë gjithë jetën kam pas frikë Allahun xhelle xhelalu. Tesh Zoti, ky tani. Tesh Zoti tham trokitën fjalët e asaj në zemër, dhe ai ishte fortë tha se harrova çdo pasion që kisha pas për atë. U të rroqja ata i thash më fal. Se edhe tani i kësaj rrugë, por çdo më shpirt ke femër e mirë, e kupton? Edhe u të rroqja thotë edhe i thash më fal, lutem merri këto lekë, ki hallall për jetimët, vetëm më fal. Edhe tha i mori nga halli që kishte dhe iku tha, se e kuptoi që po shpëton nga i gjë e keqe që ky do të më i bë. Dhe arriti ke dera, tha pra u ligroj që s'kam vazhdim të keqes, edhe u kthy tha. Ta shpërblev Zoti i tha, dhe të rujt Zoti nga zjarri kësaj bote dhe nga zjarri i xhenemit. Pasha krijuesin e gjithësisë thot ky vet, që pa e tregote, mas asaj dite mos ndjek mos zjarri kësaj bote. O Zot, tha inshallah s'po ndjek dhe i tjetri për duas kësaj femre të ndershme. Pra Jusufi u lartësu, çdo kush prej nesh që do ruaj moral, vetëm do lartësohet. Është ligj. S'ka diskutim. Dhe u hap lajmi për Jusufin. U hap. Domethënë, gratë e morën vesh, u bë problem, kush i rob aty tani që dhe ran dakord me Burgos. Presion. Po ta hiqin, ma nuk e dojshin mo aty, një person që po i bote lëmsh. O tani një pastër i moral që nuk u donte aty. Po, edhe s'provon fund fare të shohësh aty dhe po hik domthon, e kupton, se u bë më shumë se Zyrihaja. U futën ministrat, u futën gjërat, u hapën punë grashe, kështu dhe po dikshin gjëra që këto i bëjshin, po i mbajshin fshet. Kush Jusufi? Burgoseni. Pa gjyq, pa gjë, e çojnë në burg. Tani, vllai, kush ishte sprova parë? Pusi. Sprova dytë? Immoraliteti. Zulejha. Po. Sprova tretë? Burg.
sprova fundit. Po të kalote edhe këtë, atëherë vetëm Zoti e di ku do shkotek. Këti me yje, me djellën, me honde i bëjshin seshte. I urtësit, se tani të nxjerrim urtësit. Asnjëherë mos bësi i mirë nëse s'je sprovu. Në rregull? Fiks. Ore mëna, mu me pyet parin, ty me të pyet, gjithë vëzë motra që na ndjekin. Ore ne ndoshta mendojmë se jemi si Xhebraili, po qofse s'je sprovu, të kenë ardhi herë të kesh lek shumë, 1. Të ketë ardhi herë femra të bukura të jenë afru 2. Dakor? Të kesh ardhi herë, po them kot, siç ndodhi me Jusufin me pa që ky ishte i mirë vetëm kur ishte jashtë, që ishte në pallat e ministrit, apo besimtarin e sinqert që s'ka forcë shejtani, kudo që ta çosh, ai po i devotshëm. Dhe Zoti e testoi për herën e tretë. A ka pas profet tjetër që është testuar në këtë lloj forme si Jusufin në moral? Forma moral. Po gjithë pejgamberët, Yahya alayhis salam, do flasim, Gjon pak zori. E kanë vrarë për këtë punë. Okay. Po ka, gjithë janë sprovuar. Jo, në forma e Jusufin këtë nivel po them. Kjo është. Se gjithmonë na dalin pa për shkak Ayubi na del ke smundje, durimi, gjithë komplet dhe duket sikur ka një larmi. Yahya vetëm. Po e vran për këtë gjë. Okay. Nuk pranoi dhe e vran. Sa e kanë vrarë Zekerian dhe Yahyain babë bir. Është temë tjetër, është mirë që ti trajtojmë. Pa gjyq, pa faj, brillant, tu mos shku me gratë veta duke mos bëj moralitet e fusin burg. Bravo qof burrave. Po. Ishte shoqëri liberale shumë. S'kishte problem, rëndësishme më ofur një Jusufin në burg. Futet se na turpnoi. Futet në burg. Futet në burg, vlla. Se ne do ecim pak, se më vazhdu, pastaj do ecim edhe pak. Jo, rregull jemi. Futet Jusufin në burg. Po thuj se më i mirë se jashtë burgut. I sjellshëm. Kush ishte i smur nga ato sfletë gjumë duke i shërbyer gjithë natën? Po, mrekulli. Kush ishte që dikush nga burgu hante më shumë, gjysmën e ushqimit ja i jepte atij. 2 vetë që ishin në konflikt, Jusuf ishte aty për t'i nda, për t'i pajtu. Fillon të u bë burgaxhit dietar. Se kur shkojmë ke historia që merr pushtetin, disa nga ndihmësit më të mëdhenj ka pas ato që kishte në burg. Sa ato e kishin mbaruar dënimin, po kishin net sa vite me këtë, të rishte me Jusufin 3 minuta u bëshë njëri, jo të rishte vite. Tjetër gjë kjo. Ndaj. Shumë i mirë. Pastaj i ëmbël, i dishëm, çfarë si tregonte, çfarë zbisedonte. U bë burgu si vend xheneti për Jusufit alayhis salam. Plus e dishin që është i pafajshëm. Pra, edhe në një mjedis katastrofë, po pra se po të bukur, po burgjet e Egjiptit lashtë janë kanë qenë të merr. Vrasës, katastrofë, po ky ishte. Më thënë aty viçin ushtarët, ky do vritet, ky do varet, ky do theret, ky kishin bërë krime. Po. Vetëm Jusufi ishte pafajshëm aty dhe i tjetër, që do flasim tani. Ku e nxjerrim ne këtë? Si tham shparën e këtij ajeti? I dham dije, dhe i dham pushtet se ishte nga njerëzit punë mirë. Tani, ku e nxjerrun këtë se dikush që e ka lexuar sunen Jusuf, vizi thot po flet nga vetja. Jo, s'po flas nga vetja. Po flas nga konteksti esencial i Kuranit. Ç'a thot? Tani Jusufi alayhis salam shiç ai dha, Egjipti kishte i veçori vëlla. Egjipti ishin të marrosur njerëzit për ëndra. Se shive ç'a thelbi do të themi gjë të bukur. Pse Zoti specifik i dha Jusufit komendin e ëndrave? Se vendi ku iku në Egjipt, atë kishin fiksim. Po, si Kurani të arabët, poezia. Për poezinë, e për nivelin e gjuhës. Si Isai, nivelin e mjekësisë. I ngjalli deri të vdekurit. Dhe në Egjipt ishin të marrosur për ëndrrën. Dhe Jusufi ishte njeriu më i dishëm botë, e ndoshta s'ka pa në historia botërore si i komentonte ëndrrat. Thot Zoti direkte, futet në burg dhe unë thash ishte kështu, ku e gjeta unë? S'thot Zoti kështu. E shpika unë? Jo, ta shohim kontekstin e ajetit. Thot, hynë në kohën e Jusufit dhe 2 tjerë burgosur. Kush ishin? I pari ishte ai që i shërbete mbretit gotën e verës, të pijeve që pinte mbreti. I dyti ishte kryekuzhinjeri. Ishin kapur të 2 se njëri nga këto 2 kishte hedhur helm për ta helmuar mbretin. Dhe ishin burgos të 2 derisa t'u gjente kush e ka bërë dhe kush është i pafajshëm. Të 2 shofin ëndërra. Zgjohen në mëngjes dhe shkojnë direkt tek Jusufi alayhis salam.
Njëri thot kam parë duke shtrydh kupën duke e mbush, dhe tjetri thot kam pa veten që më vishin shpendët dhe kisha bukën sipër kokës time dhe e hanin. Të lutemi, thënë Jusuf, ne e dim që ti i komenton ëndrat. Na e komento këtë ëndër se e kemi, si më thonë, në esencën e zemrës na është memorizu. Inna narake, ne të shohim, çfarë? Minel muhsinin. Ne të shohim ty një njeri shumë të mirë. Prandaj e shpjegova unë para. Muhsin, e di çfarë është? S'ka si të mirë në Islam e ke brenda kësaj fjale. I ndershëm, i pastër, i rregullt, i mirë, falet, agjiron, i don njerëzit, nimon ato që janë hall. Ky është muhsin. Dhe unë prandaj e thash, se ja thojnë vetë në gojën e këtyre, i thojnë që na e shpjego ëndrrën, sepse ne të shohim ty që je njeri shumë i mirë. Tani do japim mësim vëlla. Jusufi alayhis salam ai disi e kishte ëndrat. Për 3 sekonda ta shpjegonte, jo këtë ëndrën më të ndërlikuar në botë. Ai ti çka ka bë? Dëgjoni tha. Unë tha, jo ëndrën që do t'ja u shpjegoj. Po unë e di tha që familjarët e juaj çfarë ushqimi po përgatisi për ju në shtëpitë e tyre që kam për t'ja u sjellë juve. Çfarë i thanë ato? Dhe ja tha llojet e ushqimit. Dhe me vërtet mbasi fare ku erdhën ato ushqime. Ato u çuditën fare. Do thosh si? Po mi mendon ti që njeriu krijesa më e lartë jetë në shtru Zotit gjithësisë dhe nuk i hapen atij dyert e fshetsisë? S'ka diskutim. E dyta e tha, unë i komentoj ëndrat me detaj të padiskutueshëm. Por dijeni një gjë, ato çkretët përgjigjen me ndihju për ëndrat. Ja. Ka gjë më të rëndësishme se ëndra. Si tha Ibn Sirini që komenton dhe ëndrat, ai shumë e mërzit që njerëzit me ëndrat, o vëllezër, jeni devotshëm kur jeni zgjuar, nuk ju dëmton as i ëndër më mos thaj. Dhe Jusufi nuk ishte puna me i komentu ëndrën se 2 sekonda i kishte, po ishte problemi me kuptu ato kush ja ka dhënë komentin e ëndrës që dinte dhe ushqimet që i vishin dhe dishin kush është sunduesi i madh i qejve dhe i tokës. Tha shive, sa qa morali. Jusufit kur ja than ato, e kuptoi që njëri për tyre është kriminal. Ai disi i thot, vetëm për shkak se ato të mendojshin mirë për Islamin. E dinte që njëri për atyre kishte bërë krim, do u dënonte me vdekje. Tha, o shokët e mi të burgut, shive, nuk i tha, o ti kriminal, si që jemi në njërë të vrash ne sot, jo, se ideja është, a i do vdiste, po isha Allah udhëzohet para. Tha, o shok, ja sahibe i sijin, o shokët e mi të burgut, e futi dhe i pafajshëm ishte, se kështë turp me thonë, o shokët e mi të burgut, a i di pse i kam këto gjërat mira për Zotit, po i thonë ato, se unë jam largu nga njerëz që nuk e besojnë atë, dhe unë jam largu nga njerëzit që nuk e din që do t'japin llogari para Zotit. Thonë ato, po që është ky besim? Ky është besimi, tha, brillant, i baballarëve të mirë më parshëm, Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit. Kemi besu historikisht me besim të sinqert Zotin, një dhe një të vetëm, kur nuk i kemi shoqëruar atij shok, kjo është e vërteta e sigurt, shumica e njerëzve nuk din. Ato u mahnitën. Leja ëndrën njërë, ëndrë ishte përfund. Ja sahibe siç prap, o shokët e mi të burgut, e arbabun mutafarriqun e khairun e millahi l-wahidul qahar. Sa atëherë ishte paganizmi, Zoti ishte dielli, Zoti ishte hëna, Zoti ishin pemët, Zoti ishin qielli, ret, shiu, paganizëm ignorant. Tha, o shokët e mi të burgut, a më miri Zot që i ka krijuar të gjitha këto, apo zotat ndryshëm që ti nuk di ku të drejtohesh dhe nuk din kush është më i madhi, më i vogli dhe nuk ka argument për to. Janë vetëm emra që i emërtuat ju, shiu, Zot, dielli, Zot, hëna, Zot, por nuk ka zbritur Zoti për këtë argument. Udhëzohuni, i tha, në rrugën e Zotit vërtet. Kjo është rruga e drejtë dhe e sigurt. Pra, çfarë mësojmë ne nga kjo? Qofse të ka dhënë Zoti i dhunti, përdor atë dhunti që njerëzit dëgjojnë për Islamin. Këtë bëri Jusufi. Pra ato kishin interes për, ato nuk i thonë na thonë gjë për fen. Por është mjek musliman. Shkon pacienti thot, kam kancer apo s'kam? Shohun mirë apo jo? Ai do të përfitoj pak për të mirë. Dhe ti thot që syri jot janë 125 milion qeliza që e bëjnë që të funksionoj. Se mi thonë që shef mirë apo shef mirë, merr syze, s'ke thënë gjë. Kjo është në fund, po ideja është fillimi. Ti tregoj për vlerat e syrit, ti tregoj për vlerat e trupit, ti thot jo s'ke kancer, se Zoti e ka kriju të përsos trupin.
Vetëm duhet ta harush atë se kur han këtë ushqim trupi funksionon kështu, këto qeliza janë të lidhura me këtë, zemra është e lidhur me stomakun, mos e ngarkosh shumë atë, pije ujë në kohën. Shive, domethënë ktheja ke Zoti se njerëzit po harrojnë atë. Mbasi ja mbaroi, tha dëgjoni, kishte sa i zgjut ishte. Dëgjoni, tha, njëri prej jush, nuk i tha sa i e dinte që ky do vdiste kurse ky do jetonte, tha njëri prej jush do vazhdoj punën që ka pas. Po nuk ja tha kuzhinieri apo ky që i jep të pijen mbretit. Kurse njëri prej jush tha do dënohet për atë që ka bërë. Mendohet që i kanë thonë, nga që si pëlqeu se dishin ku do vdiste, i thanë, mëse ne kot tham se s'kemi pa ëndër. Khudi al-amru alladhi fihi tastaf. S'mund të thosh Jusufi se kam pas, ai e ditë që ajo në ëndër ka realitet. Tha khudi al-amr. Tha shkruaj këtë çështje mos e zgjasni kot. Që ju e keni pa dhe kështu do ndodhi. Dha ashtu ndodhi, u pa që krye kuzhinieri kishte vendos helmin. I tha, ai shumë i qartë ishte në ëndra, sa i tha këtij që do shpëtonte, që do shkonte ke mreti. Tha dëgjoj. I tha ai po. Se tani ai e mori vesh se s'është ai dhe Jusufi tha ç'a punë do bësh prap. Pra, do e merrte mreti prap në të njëjtën punë. Tha ti do shkosh prap ke punë që ke pas. Kurse për të vdek do vdesja ai tjetri. Tha dëgjoj, se bepet e pejgamberit. Mos më harro. Tha ç'a do për me? Thuj mretit, tha, kur t'jesh në herë që t'kesh i fije konfidencë, thuj që është një Jusuf i robi Zotit është dënu patricisht. Gjën e parë tha që do bëj, ke pas janë rëmdha, kur je kështu në situatë komode, ti mendon se ai do vdesi për ty me të ndihmu. Sa largohet, harron që ke jetu. Edhe ky, gjën e parë tha, thot Zoti, iku dhe e boni shejtani me haru, çdo gjë e kujtote përveç Jusufit. Subhanallahu. Për Zotin po. Dhe Jusufi tha, mbas sa i fjale që tha, i boni edhe ca burg. Se nuk e kujtote ai kurr. Që do të thot vlla, mos u mbështet ka askënd. Mos u mbështet ka askush. Mjafton sumtusi supremi gjithdijshmi që s'haron asgjë, ta kesh si mbështetje se vetëm ai të kujton gjithmonë dhe të kujton kohën e dur kur ka ardhur koha që ti të begatohesh. Allah. Kaluan thot disa kohë dhe ai çdo gjë e kujtonte përveç Jusufit alayhis salam që ishte ja gjithë kohës rrinte afër mretit për t'ia dhënë pijen e tij. Mbas pak kohë valla, sa desh Zoti të rri edhe pak kohë në burg. Si tham, i sinqert, i mirë, e kaloi testin. Kaloi testin e pusit. 3 prova të mëdha tregon Zoti. Kaloi test madh me Zylejkhan, sa kërkoi lutjen për burgun, dhe ishte brillant në burg. Ishte i pafajshëm, po ishte po Jusufi i vërtet, po pejgamberi i Zotit. E mbaroi provën. Ai që i tha më kujto ke mreti, nuk e kujtoi. S'kishte nevojë. Thojnë dietarët që a duhet ja kërkonte? Po, se Zoti na ka mësuar neve me i bë gjitha sebepet. S'ka asgjë me i thon, më kujto se jam padrejtisht në burg. Asnjë gjë të keqe s'ka. Në kohën që të gjitha haruan, Zylejkhaja pati fillu të ftofet me të, vëllezërit atje që nuk përmenden më, thoshin e zhlargum Jusufi nga baba. Ky që i tha për kupën, vetëm Jusufin s'kujtote, i ishte mpi memoria për Jusufin. Po mos ta kishte pa Allah, Jusufi mori fund. Në syrin njerëzor, Jusufi kishte mbaruar. Ishte prek fundin. Ja, Jusufi këtu fillon. O qala al-meliku, tha mbreti mas tani. Tani, vëllezërit e gjithë u zvogluan, e futi Jusufin lojë të madhe. Ai dhe mreti tjerë s'kishin vlerë më. Edhe mreti filloi të morë vlerë për Jusufit. I jep Zoti ëndër që i shikon në lumin e Nilit dalin 7 lopë të majme, që kishe knajsi me i pa. Në një mënyrë shumë mizore dilshin 7 lopë të dopta dhe i hanin këto që ishin të majme. Ishte i sken që mreti u tremb. Pastaj dilshin 7 kallit të gjelbërt dhe zhdukeshin për një herë dhe dilshin 7 kallit të shkatruar dhe të prishur. E pa herën e parë, si tham, Egjipti për ëndra ishin të marrosur dhe mbreti mbante shumë njerëz që u mbajshin si komentuesit e mëdhej të ëndrave. I pagunte Jusufi në burg. Dhe i than natën e parë, i than ato, "Te janë ëndra kot, të përzime kështu." Natën e dytë, natën e tretë, një javë rresht. La. Me i fjalë që i thotë ai mallnushmi që kjo ëndër nuk është kot.
Dhe u bë çështje e madhe. Filloi mbreti të nxehet i bërtiste atyre, u mlodhën filozofët, erdhën shkencëtarët, ministrat, s'po bonte kush koment, nuk merrte njëri përsipër se ke parasysh të komentojsh atë ëndër, ajo ëndër ishte specifike dhe mos dilte ajo ëndër TikTokoka. Se u bote fjalë gjëna shumë delikate. Kush mori formë si njëri, shkon me atë shkon me një çuditshëm që e kishte harru. Ai freqe. Ai që e harroi që i thas gjën e parë të them për ty. Sa i erdhi që të merrte i çik formë si individ? Po e kom mik fidonin. Po, e njoh mirë. Dhe gjithë s'po gjeshin zgjidhje, tha, leje që janë tu e mbyt, se u ngreta. Unë ju jap juve ke parasysh një që vetëm mbite gotën dhe nuk e shifshin me sy. Aty që gjithë ministrët, shkencëtarët, komentuesit e ëndra, magjistar, por qytetëri më i madh në botë. S'guxohet njëri me komentuesi ishte shumë delikate. Para se kuptojshin e dyta kur e komentoi Jusufi do e shohësh që se kishte botë me të ardhmen, po të gabojshë i çik falimentohet e Egjipti. Kur ngrehet ky si i çuditshëm. Edhe unë sa ju tregoj juve, unë ju vi me lajm sigurt që ato e kapi ushtria të policia se ishte acarus shumë, apo do asnjë smerdë përcipër nga 11, ky tha, "Ana unë biukum, unë ju lajmëroj juve për këtë." Edhe po nga që ishte shumë çështje sensitive, mori pak formë dhe e lan me fol. Tha, si është puna? Unë tha, e kam pas e i tregoj. E kësha harru Jusufin, po e mos të harrofti madhi Zot, se për këto s'kujtohesh ma. S'kështë për ta kujtua i kur. Tani që ju dote, e kujtoj. Dhe i tha komenton ëndrat, na ka pas komentu ëndrat në burg, dhe i tregoj dhe për ëndrën që ne e përmandëm. Dhe i tha, këtu do ta mbyllim tani, i tha, urdhër mbreti, me polici, me ushtri, me këte para, mori formë si njëri, ky ishte kot, tani, kur lëviste ky deri ke burgu, u posi me qenë zëvendës mbreti i vendit. Aq rëndësi kishte ëndra, se e ndjente mbretin shpirt që kishte mesazh. Shkon dhe e takon. Fjala parë. Jusuf e Juha Siddiq. O ti Jusuf, o ti njëri sinqert. Se ku ishte ca vite që e harroi, s'ka problem. Po e njifshin, si i thanë fillim, të shohin nga punëmirët. Tani i thot Jusufi sinqert. Në burg vllai kishte gjithë të cilësi. Subhanallah. Mbreti tha, ka parë një ëndër që i gjithë Egjipti është trondit. Ky flet për këtë. Ky i qet aty me Allahun, ke parasysh, ky sikur ishte në xhenet, jo në burg. Po thot më thuaj. Ai imagjino kur folte ai, aq i bukur, aq i këndshëm, aq i mirë, aq i sjellshëm. Aq modest. Po sa më thuaj. Pa ti sa fillosh me komentu ëndrën, ai e kishte ekuacion çast. Tha ka pa 7 lopë të majme. Po tha, që dolën pastaj 7 lopë të dopta, që i hanin dhe i shkatronin ato. Tjetër tha vazhdo. A e dinte se është plotsu aty. Tha 7 kallin të gjelbërt, zhdukeshin për një herë si të pavlerë dhe dilshin 7 kallin të prishur dhe të shkatruar. Në bitë uilihi. Tha, të lutem njep një koment, se gjithë populli me mbretin krye po presin. Kompetenti i pejgamber llokut vëlla. Na kishte ardhur neve ndore, po çaf. Jo më gjë, para do kishte thonë çiti herë prit burg, mos e ne folë. Po ju ngeni burgos, unë të komentoj ëndrën, u shkatrofshi një. E dyta, gjykoni çështjen time. E treta, tipet aksesi me taku mbretin. Ai njihte mbretin e qeve dhe tokës vëlla. Dhe i thot dëgjoj, po kështu tu dhon dije, tu dhon shpjegime, tu dhon drejtime, tu dhon avancime pa interes. Vetëm për të mirën e njerëzimit. Shumë e fortë është kjo pjesë. Dëgjoni tha. Thuaj mbretit se 7 lopët e majme dhe 7 kallin të gjelbërt janë 7 vite të begata të Egjiptit. Kurse tha gjatë tyre 7 viteve tu dhon shpjegime, gjatë tyre 7 viteve tha do mbillni më shumë se herët e tjera dhe vitet e tjera, se s'ka garancë. Do hani më pak se vitet e tjera, se duhet ta runi në origjinë dhe ta magazinoni ushqimin. Ai po thotë pse, se nuk e kuptote. Kur të marrojnë 7 vjet tha, do vinë 7 vjet që shi nuk do të bëjë më dhe pikë shiu s'ka nga qielli. Toka s'do prodhoj më asgjë. Këtë ushqim që hëngrët më pak dhe e keni rujt, dhe ushqimin që e keni magazinuar,
do të jetoni ju dhe vendet që do t'i ndodhi kjo gjë që i keni afër në përkufi, dhe kështu do mbijetoni, dhe mbas 7 vjetëve që do t'jenë me shumë probleme dhe s'do t'ketë të mbjella fare, Zoti pastaj do t'a hap, e do t'sjelli vit që njerëzit do të gëzojnë dhe do t'i mbushin enët e tyre me pije të ndryshme. Kush guxo vllat marri për sipër të thotë që mas 7 vjetësh magazinon, a guxojshin ato e para se dishin, po guxojshin komentues të ëndrave, e kuptoti mos të realizote kjo? Sa qeshara këtu magazinu ushqime të ëngër më pak, e kuptot çka garancie do të kjo, çka kompetenti duhet ishin komentin e ëndrave apo jo? Dhe në botë zguxonte njëri me dhon përgjigje për këtë ëndër, përveç Jusufit alayhis salam, si ja kishte hap Allahu, pse ja hapi? Si ja hapi sepse ishte i sinqert, siç e shpjegon. E ja hapi sepse nuk ishte imoral. Ja hapi sepse edhe në burg ishte fisnik. Ja hapi sepse babën e kishte Jakubin alayhis salam. Ja hapi sepse i sekador ishte me vepra të mira. Ja hapi sepse ishte njeri brillant. Ja hapi sepse zemrën e kishte të madhe. Ja hapi sepse ishte fisnik, ishte i sinqert. Prandaj bënte gjitha mrekulli. Ky që mori formë pa lidhje. Ky të shku me lajme të mëdha, ky ja harroi. Dhe kur e komentoi, mbretit i hyri në zemër shpjegimi. Ka bërtit me zhlis madh. Po! Kjo është, ka thënë. S'ka tjetër përveç kësaj. Kush është ai brillant, tha, ma sillni shpejt këtu. Për Jusufin. Ky prap, po ky po tani lëvizte me ushtrim me polici, kishte marrë formë si njëri, është personazh i çuditshëm, harroi. Nuk harrohet miku shoku që komenton ëndrat e sillet mirë në burg. Po shumica njerëzve harrojnë mirësitë. Inshallah mos na harrofti madhit. Amin ya Rabb. Edhe e kërkon Jusufin. Do me të taku mreti. Këtu ka thonë pejgamberi alayhis salam, po të më kishte thonë mua Zot, unë do kisha shku. Dhe këtu është pjesa që njerëzit duhet të jenë shumë të vërtetë në atë gjë që bën. Se po ti pyesësh musliman sot për shkak thonë gjithë, po ti pyesësh në këto momente gjithë thonë isha Abu Yusuf. Jo, shoku, një vetën. Po na del Jusufi çdo shpjegim gjigant. Shumë. Nuk hypin karrocë se do shkote si njeri i lartë atje ke mreti tani. Se kishte shpjeguar gjë që asnjë botë se shpjeg. Tha jo. Tha hajt kërko mreti dil nga burgu, tha jo. Subhanallah. Pse i tha? Gjykoni çështjen time. Se unë nuk mund dal nga burgu se kam komentuar ëndrrën. Unë do dal nga burgu se jam i pafajshëm. La. Sepse mund dilte për ëndrrën, po ku ishte misioni? Prap mund të thoshin njerëzit doli ky, po ishte në burg, kështu diçka boi. Jo. Pejgamberët mbi çdo gjë tjetër kanë pas misionin dhe mesazhin. Edhe këtu është pjesa në fakt kulminante. Mas kësaj fillojnë ato që rrinë atje të thonë ja hodhëm Jusufit, po se kishin den çai kishte gjetë. Dhe njerëzit e këqij se kuptojnë asnjëherë që po bën e keq, nuk e din çka kaderit ka përcaktuar Zoti për të ardhmen, duhet me pas kujdes mos me bë keq. Na shkoj me të shofi orë, po inshallah Zoti pas qujt për sevap. Amin ya Rabb. Ka 86 share, do kësha lut gjithë vëllezërit e motrat që janë 1400 veta që e ndjekin, le të shpërndajnë, të fitojnë gjithë edhe të tjerët me historinë e mos u bëni kaq në ngurt më vëlla, jepim vëlla gjithë mundësi tani gjën që të gjithë. Se Zoti është problem dhe këtyre që e kanë shpërndar, mund të po jepjen e mundësinë ta dëgjojnë që të gjithë me leje të Zotit se do jetë i gjë që kemi nevojë, sidomos këtë muaj të Ramazanit kemi nevojë shumë. Sot është Luksemburgu, vëlla. Ka qenë në natë Luksemburg? Jo, s'ka qenë. Natë, është mëngjes, më thonë drejtë apo. Interesante. I kënaqem vëllezër, për Zotin visoj janë shumë të mirë. Meherë moment nga 84 94 share se e ndajnë historinë ta dëgjojë ti kush tjetër. Se sidomos me shpërblim, sigurisht një me një gjumë më shumë me shpërblim. Për Zotin e madh, mashallah. Për Zotin, mashallah. Inshallah Zoti na qoftë sevap. Amin. Shpërndajni, se vërtet to janë histori shumë të bukura. Kemi edhe pjesën e tretë me Jusufin, aty është pastaj është më kulminantja. Se si rikthehet e gjitha në anën tjetër, është ai takimi i madh. Në vjes thot bën një dua për prindin tim i cili nuk jeton më që 3 vite. Zoti e mëshiroft prindin tënd, mëshiroft prindit tonë që kanë ndruar jetë të afërmit tonë. O Zot. Blum ti për dijen të hoxhtut selam nga Luksemburgu. Të njëjtën
Unë jam në Instagram, po. Thot njëri si driti nga cili vend shkruan thot. Kinë nuk është, duke të? Ja, me në shkruti i herë që thëjëm nga Kina, po s'kishtë pas qenë. Sot i herujt. Amin, o Zotë i mërë. Amin, s'na është bo ma si gjallë. 123 herë. Mashallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Unë nuk e shoh do të bëjnë share në Instagram. Jo, s'ka, jo. Në Instagram nuk e dija si funksionon me share-et. Bëhet share në Instagram apo s'po? Jam tuku se ne e hedhim pastaj kjo është live për momentin. Live i bëhet. Live i bëhet. Live i bëhet, Edhe mrapa bëhet. Po, mrapa kur e vendosim atë, mashallah, Zoti është përbleft. Thot një ku mund ta gjej linkun në Miringonës të Sulejmanit, do më shkruani në numrin tim 067 461 61, po keni edhe i dua që e kam bëu një ditë çuna dhe kishim bërë, ma keni çu, Zoti ju shpërblef, kështu që më shkruani në numrin tim t'ja u dërgoj kushdo linkun e Miringonës, kurse kush don lutjen që bëm atë ditë, inshallah do t'ja dërgojmë edhe duhet me mësu se është një lutje pejgamberit alayhis salam. Thot një Leonard Çela, selamu aleikum nga Bergama. Ultimatum thonjza të lexohet. Ta lexojmë. Po këtë ultimatumin na mund të thonë se jo që e fantastik fare. Po më. Thot nga Hollanda Sansule, thot, selam nga Hollanda, jeni bërë për ne si syfyri i këndshëm. Inshallah, edhe kjo është qëllimi. Inshallah Zoti na i pranon. Malmo e Suedi, Korçova e bukur, mashallah. Kur mund të dëgjojmë pjesën e tretë? Nesër inshallah jemi mirë me shëndet. Nesër është pjesa fundit, nuk e di ato ta mbyllim do, po duhet me mbyll. Do ecim pak shpejt. Ti e ke dorë. Ti e ke dorë. Na kujto me dua nga zjarfiksit e Tetovës, pajtimi. Po, se kam pas atë djegjen e madhe, Allah na ruaj. Kam dhe gati 60 veta. Ka pas shqiptarë aty? Vëllezërit që janë nga Maqedonia na jep një pak informacion atë që ka ndodhur, Zoti i mëshirov se nuk kishte shumë lajme më sa pash, ka pas edhe shqiptar apo se grupi muzikor për shembull mora vesh që kishte qenë nga Maqedonia. Rob Zotit janë gjithë ngushëllimet tona, po nuk e di që ose po na ndiqni nga Maqedonia, na jep një pak informacion në Instagram që sa shqiptarë kanë qenë, ka pasur shqiptarë apo jo. S'ka pas shqiptarë, më thot njëri. Emir Ademi. Nuk ka pas shqiptarë. Tomosheu. Basë do jam mbushti mendjen në një shqiptar të shkojnë në Kinë veç t'ju përshëndesi juve. Inshallah. Jo për ndaj trajtar më burë, se nuk du me shku vetëm nga, po jemi bërë shumë kurios pëse s'na vjen ne selam nga Kina. Na kanë natë sa shkojnë Kinë shqiptarët, vetëm neve s'na shkrujnë. Soti i begatofti. Isha të lexuar, më mund të s'po kuptojsha momentin e parë. Soti i begatofti, soti i begatofti. I mod fare. Mosha mesatare në thënë 24 vjetë. Subhanallah, kanë qenë në një diskotekë, Allah në rujtë. Sot në falësës. Jo, më ngushëllime se Rob Zotit. Jo, se më Allah në rujtë. Edhe ka qenë Rom, se ke parasysh ambient me shumë njerëz i vogël. Zoti na rujtë se 50 dekun, thot një tjetër, Koçani i Maqedonisë, jo shqiptar. Si është puna kaderit, asi është se dim, inshallah Zoti mos na harroft kurrë, na boft kader të hajrit. Selam aleikum nga Vjena, selam aleikum nga Milano, Enes Ymeri, shpresoj. Shkruaj një nga Kina, por koto vllai, nuk smushet me një. Sandi thot selam nga Kina, është duke bërë shaka, besoj se selam nga Torino. Nga Torino, Italia. Na mungon si dritë veleri nga Kina. Po, pra si i ngeli kjo. Ai shkreti ditë për shqiptarët në mision me ne. Ku të shkojnë Kinë vllajon. Zoti e begatoft. Nëse unë pas i dritë Zotit nderoft vlla me xhenet. Kemi kënaqësi që të kemi vllajën tonë, shokun tonë. Denis Bale thot mos pritni selam nga Kina se s'ka rrjete sociale thot. Janë të mbyll. Çfarë s'bën vaki?
Elhamdulillah. Selam nga Tirana, selam nga Zvicra, Zoti selam e begati u dhon inshallah, më duket se na shkoi shumë sot vllai. Po. Edhe i kisha lut çdo kënd amun top, e di që kanë qenë konstante njerëzit që na kanë parë, 162 share, kush ta dëgjoj le ta bëj të vazhdoj akoma dhe me share të përfitojnë dhe të tjerët. E kështu Inshallah Zoti na e ka pranuar, ka qenë i kënaq me ne. Edhe ditën e gjykimit vëlla, edhe një grim zvepër do paraqitet. Imagjino një temë e plot për Jusufin alayhis salam. Vetëm shpresoj ta kemi pas sinqert për të kënaqur të madhin Zot, edhe për ta bërë syfyrin dhe këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit sa më me besim e sa më të këndshëm. Edhe për ne kënaqemi dhe kur vëllezërit na thonë që po na e bëni syfyrin të këndshëm, po na e bëni Ramazanin më me besim e më me mirësi. Kjo është qëllimi, inshallah Zot qofshi i kënaq me ne. amin. Kështu po e mbyllim dhe podcastin e sotëm, shifemi në podcastin e radhës përsëri me historinë e Jusufit. Lërmoni miqtë e shokët nesër në orën 4 po 4 besoj. Në orën 4 do të fillojmë historinë e Jusufit. Selam aleikum, magjerim të lehtë të pranuar. Aleikum salam.